është një aktivitet mirënjohje dhe respekti që ne, kandidatët e Partisë Demokratike, dëshirojmë të shprehim për ju, në veçanti për gjithë kontributin që keni dhënë në vite posaçërisht për punën tuaj, ndihmesën tuaj. Ne i kemi dhënë mesazhet tona në programin ton, i cili duhet thënë është një program gjithëpërfshirës për pensionistët. E rëndësishmja, kuptohet, është ajo vlerë materiale që ne kemi përcaktuar, që mbasi përcaktojmë minimumin jetik 200 euro, kuptohet nuk ka pension në 200 euro, në veçanti për ata që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore apo që kanë pensione të ulta, dhe çdo pension rritet me 20%. Kjo është e para, vlera financiare, po e dyta ka një rëndësi akoma më të madhe, se ne me kthimin e vëmendjes ndaj pensionistët në programin ton dhe fakti që e kemi theksuar që në fillimet e programit, japim një filozofi tjetër të programit dhe të asaj që ne duam të realizojmë në 4 vite qeverisje. Kthehet vëmendja tek qytetari, tek pensionisti, tek individi, tek biznesi vogël, tek biznesi mesëm, tek shtresat në nevojë. Kjo është ajo filozofia dhe prandaj ne i mëshojmë shumë. Në 100 ditë e para ne prezantojmë me një paket. Pra automatikisht brenda 100 ditëve ne rrisim pensioni minimale çojmë në 200 euro. Paga minimale 500 euro. Rrisim pensionet e tjera me 20%, rimbursimet te kartë e konsumatorit, të cilat tregojnë atë seriozitetin dhe përgjegjshmërinë tonë. Ne në këtë program e kemi kryefjalë pensionin. E kemi kryefjalë pensionin dhe ky është premtimi që është 200% që do mbahet nga ne, si Parti Demokratike, si Aleancë për Shqipëri Madhështore. Ndalem edhe tek pjesa e uljes së çmimit të energjisë, i cili patjetër që prek të gjitha shtresat e shoqërisë dhe jo vetëm ju si pensionist apo krye familjar. Patjetër që është reduktimi i TVSH-s dhe e kartës së konsumatorit sa i përket pensionistëve, të cilët në fund të vitit, si kalkulim i ekspertëve të Partisë Demokratike, do të përfitojnë gati 2 pensione. 2 pensione ose rreth 450 euro, do t'ju ftoja të gjithëve, se jam i bindur që secili prej jush edhe në diaspor ka fëmijët apo të afërm të tyre, t'u bëjmë thirrje atyre, sepse në këto ditë atyre do të shkojnë fletat e votimit në adresat ku ata jetojnë, që të votojnë Partinë Demokratike, numrin 1, Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Ne kemi besim të plotë se në 11 maj, pa diskutim, Partia Demokratike dhe gjithë opozita shqiptare do të jetë fituese e zgjedhjeve. Potencialet e Partisë Demokratike dhe të kandidatëve të saj në gjithë qarqet te programi i Partisë Demokratike, sepse ai është një program i plot, i cili i dedikohet kryesisht qytetarit dhe jep zgjidhje për problemet jetike.